113 vjetori i krimit policisë së shtetit është përkujtuar edhe në drejtorinë vendore të policisë së Elbasan, në një aktivitet të zhvilluar si çdo vit në ambientet e drejtorisë së policisë. Kanë marrë pjesë efektiv dhe punonjës të policisë në detyrë, por edhe ata të dalë në pension. Drejtori i policisë tha se është një ditë e rëndësishme për të përkujtuar, vlerësuar dhe respektuar 113 vite histori, suksesesh, sakrificë dhe përkushtim. Në 113 vjetorin e krimit të policisë së shtetit, shpreh mirënjohjen më të thellë për gjithë punonjësit e policisë së shtetit për përkushtimin dhe sakrificën e tyre të përditshme në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë publike. Nderimi i përjetshëm për dëshmorët e policisë së shtetit, njerëzi dëshmorët atë dheut, që dhanë jetën në krye detyrës duke lënë pas një trashëgimi guximi, devotshmërie dhe besnikëri ndaj atë dheut dhe qytetarëve. Sakrifica e tyre mbetet udhërfyes për çdo punonjës të policisë. Gjithashtu mirënjohje për veteranët që hodhën themelet e këtij institucioni dhe kontribuan në forcimin e tij ndër dekada. Falënderim qytetarëve për besimin dhe bashkëpunimin me policinë e shtetit, e cila vijon rrugën e transformimit, profesionalizmit dhe shërbimit me integritet ndaj vendit dhe shoqërisë. Fjalë përshëndetës e mbajtje dhe kryeprokurori i Elbasanit Kreshnik Ajazi, të cilët theksuan se policia është një aset i çmuar në sistemin e drejtësisë. Në emër të trupës së prokurorëve të prokurisë së Elbasanit, ju uroj 113 vjetorin e krimit të policisë së shtetit. Policia e shtetit është jo vetëm një organizatë shumë i rëndësishme për shtetin dhe shoqërinë tonë, por dhe një mekanizëm i pasvëllëcueshëm në luftën e përbashkët ndaj krimit, në nevojën për të garantuar rend dhe siguri për qytetarët dhe në përballimin e sfidave integruese për vendin tonë. Mirënjohje për gjithë ata që punojnë çdo ditë për të siguruar rend, qetësi dhe drejtësi për qytetarët. Së fundi, më lejoni që në këtë ditë të përkujtojmë me nderim dhe për ulje të thellë gjithë punonjësit e policisë së shtetit që në këto 113 vjet kanë rënë në krye të detyrës ose për shkak të saj. Edhe një herë gëzuar këtë ditë, faleminderit. 113 vjetori e gjen policinë e Elbasanit me disa aksione të suksesshme, parandalimin e disa ngjarjeve kriminale, arrestimin e 10 personave, por mbi të gjitha edhe me një punë të madhe dhe sfida për të përmbushur në të ardhmen.